Pas në lutë civile, u dy vëllezërit dhe Teofi dhe Poliniku pritën duke luftuar për pushtet. Dhe Tigrani urdhëroi që Teofi të varroste pejnderimin, ndërsa Poliniku të mbetej pa pari, duke shpallur trontar. Gjithatë, Montrar Tyran Tigona nuk e pranon këtë vendim. Ai beson se ligjet hyjnore dhe detyrat e familjes janë të rëndësishme se të vërtetë. Për arsye, ajo vendos të varrosë Tigranin, sepse e di se sa kjo do të kushtojë jetën. Veprimi i Antigonës sjellë lastifazh e Tiranit, i cili ka përgatitur të ndihmojë për përballje çon pasojat e tij. Antigona do të Antigona është personazhi besoj shumë e rëndësishëm dhe besnike dhe familjes së saj. Ai vendos të bëjë atë që mendon se është e drejtë. Gati është vetë i drejtës dhe përfaqëson ligjin e shtetit. Ishtmena është motra e Antigonës, e cila ka frikë dhe nuk e kundërshton drejtën. E mondi është djalë dhe inferiori i Antigonës, i cili kërkishte të vijë në atë. Tema dhe mesazhi. Kjo dhe të trajton